Flakët që përfshin një sipërfaqe ku hidhen inerte dhe mbetje ndërtimi pranë kryqëzimit të Rilës në Lezhë, herët mëngjesin e të dielës u shuan, ndërsa tymi që u ngrit në zonën e banuar dhe autostradë vijon ende. Janë vetëm tymrat që zjejnë nga brenda të materialeve të depozituara. Në një farë mënyrë tymrat kanë shqetësuar pak zonën, por duke qenë se janë materiale jo organike, nuk janë materiale të dëmshme. Pra dhe besoj se sot do të stabilizohet situata. Autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e zjarrit, paraprakisht ata dyshojnë për zjarrvënie të qëllimshme. Kuptohet që do të ketë qenë i qëllimshëm, sepse në atë orë nuk ka pas me arsye tjetër se pse të ndodhte. Ky nuk është incidenti i parë këtij lloji në këtë zonë. Prej kohësh ky vend është kthyer në një pikë grumbullimi mbetjesh, duke u bërë burim potencial për zjarre të përsëritura. Sipas nënkryetarit të Bashkisë së Lezhës, po punohet që brenda vitit të ngrihet qendra e trajtimit të mbetjeve, me qëllim që ato të mos dërgohen më në landfill.